Jenë Gjilearta e Gresa Saliu, 3 motër të njohura të cilat kanë arritur të bëhen emra të njohur për publikun përmes alternativave të tyre profesionale dhe jetës personale janë shfaqur së fundmi në një sallon të fustanave të Nusërisë. Pamjet e tyre në këtë ambient kanë ngjallur një sër kurreshtje dhe spekulimesh mes ndjekësve dhe opinionit publik, të cilët janë gjithmonë të interesuar për çdo detaj të jetës së tyre. Ajo që ka tërhequr vën shumë vëmendjen është fakti se Gresa Saliu ndër të trija motrat është e vetmja që është ende beqare. Ky detaj ka ngjallur interes të shtuar pasi vizita atyre në një sallon që kryesisht ofron fustane nusërie mund të jetë interpretuar nga shumë kush si një sinjal i mundshëm i një ngjarje të re dhe të veçantë në jetën personale të Gresës. Kjo ka ngritur disa pyetje mes fansave dhe gazetarëve. A ka mundësi që Gresa të jetë në një lidhje që nuk është bërë ende publike, apo ndoshta vizita ka një lidhje tjetër as pak të jetës së saj, siç mund të jetë një ngjarje shoqërore ose një moment i thjeshtë i kalimit të kohës me motrat e saj. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.